Nuk e di, Zoti është me blet të tërëve, që ata du me ndihmojnë mua. Nuk e di. Ja mërzitë, ja shëmbazë, ja mërzitë. Kam shumë kohë se kërkoj të ha pak bukë, nuk kam ku të ha. Me shta buza, me shbër buza, gjak me shbër buza. Nuk e di. Pasëpse je i pa far, pasëpse në këtë botë. Unë quam Adif Bjemin Qumani. Edhe jam pa shtëpi, pa punë, pa asgjë. Ka punuar përpara me një zyrë notariale. Ajo zyra mua me nxori për jashta. Se s'kishte nevojë mua për mua dhe tash i vërritem sa ndekte në për Tiran. Sa kohë ke pa punë? U bën 3 javë. Ku po qëndron tani? Si po e bën për ta përballuar jetesën? Nuk e di, asu se di. Kërkon ndihmë, nuk më ndihmon njëri. Je edhe pa shtëpi apo? Pa shtëpi, pa punë, pa asgjë. Mbrëm ku ke fjetur? Kam fjetur mbrëm tek vërda rrugëve sa ndekte. Te rruga Dibrës. Te rruga Dibrës. Jashtë. Jashtë. Për herë vetëm jashtë. Sa vjeç je? 60. 60 vjeç. Djalin e 64. Çfarë pune kërkon tani? Çfarë ju kërkon qytetarëve? Qytetarëve një punë, një roja, një baqevana, për një vend, ku ta dim gjë e tillë. Ja, kjo është gjithë. Se ka punuar si asistent në hotel. Dhe bëjo disa manovrime, jo merja querzave në për posta, në për gjykata, si që shetek, merja dokumenta, si që shetek, dherë dhe lekët në bankë. Atë mua noterja më kishë besuar me atë kohë. Kurse tani? Dhe më përpara ke jetuar te shtëpia e nënës të noterës. Po. Jo të noterës, te shtëpia i më kishë, domethënë, sa thëmë unë të, ajo punon me noterën, zonja. Te shtëpia e një kolege? E kolege, po. Pastaj të kanë zirë nga shtëpia? Po, më kanë zirë nga shtëpia. Sepse kishë nevojë për lekë, edhe ajo s'ka faj. Më mbajti me vitit e tëra, më mbajti aty në punë, me të ngërën, me pagesë, me gjitha. Edhe tani, kam ngelur me s'kate rrugët, kam ngelur. Gjithë shqiptarëve, më kutër, po të kenë atë shpirt mallësinë e tyre, mundohen të më ndihmojnë që të pakën të gjejnë një vend puna, të gjejnë një stërimbe të fut kokën.